Klubi Futbollit Liria nga Prizreni dhe Klubi Futbollit Rilindja 1974. Liria ka shënuar fitore të rëndësishme ndaj Rilindjes 1974 me rezultat 2-1 dhe ka arkëtuar 3 pikë, domethënëse në rrugtimin e saj drejt kreut të renditjes tabelore. Ndeshja u zhvillua pa praninë e tifozëve, por tifo grupi Arpagjiket gjetën këtë skaj të fushës për ta parë ndeshjen dhe për t'i përkrahur futbollistët e Lirisë. Loja nisi me rivalitet nga të dyja skuadrat. Megjithatë, futbollistët e Rilindjes 1974 të parët shënuan. Pas këtij aksioni të mirë, topi vjen deri te Art Bojku e ky nga afërsia shënoi për 0-1. Bojku, Harkimi uli të ti mundësi kjo dhe 1-0. 1-0 për skuadrën e Rilindjes 1974. Pas golit të pësuar, bardhëzimtë u sulën me të gjitha forcat për të barazuar shifrat. Ata krijuan disa raste të mira shënimi, por pa konkretizim. Me rezultat 0-1 përfunduan 45 minutat e para. Në pjesën e dytë, kryetrajneri Leutrim Krasniqi kreu zëvendësime të qelluara. Futi në lojë fiton Hajdarin e ky në minutën e 58 me këtë gol barazoi rezultatin në 1-1. Gjithë në domi aty Harkimi ult. Muzika dhe 1-1! Ka shënuar zëvendësuesi Domi ka barazuar rezultatin në minutën e 58. 1-1 është rezultati. Pas një aksioni nga gjata, asistoi Domi edhe nga afërsia fiton Hajdari, barazon shifrat në 1-1. Barazimi i shifrave i motivoi prizrenasit edhe më shumë. Kësaj Angel Ajazaj përpaksa nuk shënoi nga gjuajtja e lirë. Ajazaj, gjuajtja mrekullueshme e tij dhe përsëri, pothuajse rast identik topi shkroi në pjesën e epërme të portës portierit Isufi. Më pas edhe inkuadrimi i Erastus Kululas doli të jetë shumë i qelluar, pasi ky futbollist në minutën e 78 realizoi për 2-1. Plakot goditja e tij, Harkimi uli tani mos i tjetër dhe 2-1 Kulula. Arrin në minutën e 78 skuadra e Lirisë të shënoi edhe golin e epërsisë nga futbollisti Kulula. Po ky futbollist pati mundësinë të shënonte golin e dytë personal, por gjuajtja e tij për pak nuk e gjeti cakun. Shumë topi mirë aty për Kululën, mundësi për golin e tretë aty. Çfarë rasti tjetër? Çfarë rasti i mirë për Erastus Kululan që të shënoi golin e dytë personal të tij dhe të tretën për Lirinë. Në fund, Liria Rilindja 1974 2-1. Them drejtën, sot ishte ndeshje shumë e vështirë me Rilindjen, për vetë faktin se Rilindja vjen këtu për me luftu, për me pas historinë e vet, kurse ne ishim pak në presion se ne u doshin 3 pikë për të mojt ritmin e ekipit Dernic dhe që të jemi pretendent deri në fund për daljen në Super League. Besoj që bëhemi ndeshje jo shumë të mirë, por që sot ishte më rëndësishme rezultati. Rezultati i mbyll gjitha. Në pjesën e parë patët disa avantazhin, në pjesën e dytë falë zëvendësimeve adekuate të kryetrajnerit dhe ishte në dominim gjatë gjithë lojës dhe shënuat fitore. A ishte kjo arsye? Them drejtën, tani boni një zgjedhje të mirë, jo se ato dy lojtarë që ishin nuk dhanë maksimumin, por që ai ishte zgjedhje taktike e trajnerit dhe besoj që zgjidhi shumë mirë. Edhe dy lojtarë që u futen me besim edhe ja shpërblyen ekipin. Vazhdon betejë drejt kreut të tabelës së klasifikimit, sa do të jetë vështirë që ta arrini Dranicën edhe trepçën, vllaznimin e keni aty, trepçën tjetër. Mendoj që kampionati është i fortë, gjithë ekipet janë në garë. Unë besoj te ekipi që kemi, sepse kemi ekipin, besoj që kemi ekipin më të mirë në ligë, më me kvalitet. Edhe ekipi tash ka filluar të harmonizohet, të njihen lojtarët njëri me tjetrin. Besoj që në fund kampionatit do jemi kampion pa shkuar në barazh fare. Ju përgëzoj për lojën dhe për fitoren, urojmë që të keni sukses edhe në tavëlin. Sa ishte vështirë të luani pa tifoz? Ishte shumë e vështirë, them drejtë me lut pa tifoz, se këtu në Prizren njihet që është një qytet me shumë tifoza edhe e dojnë shumë sportin, këto jetojnë me sportin. Unë jam shkodran edhe më duket veti se edhe në Shkodër kështu siç bëhet në Prizren, bëhet edhe në Shkodër edhe jam ndje mirë me tifoza, kurse sot ishte pak e zymt, shumë e zymt, mos them pak, por shumë e zymt atmosfera. Suksese në ndeshjet tjera. Pavarësisht, faleminderit, pavarësisht sa përgjigjet i kishim aty në mbështetje gjatë gjithë kohës. Nga plani i dytë. Po, faleminderit shumë, faleminderit. Për Lirinë kjo ishte fitoria 10 në këtë edicion. Tani bardhënësit kanë 33 pikë dhe ndajnë vendin e dytë me klubin futbollistik Trepça 89.